Dy punëtorë të minierës së Trepçës u lënduan të shtunën në vendin e punës në horizontin e 10 gjatë fryrjes së gomës së një kamioni, e cila shpërtheu dhe u shkaktoi lëndime serioze në sy. Kur njoftoi për këtë rast, menaxhmenti i Trepçës, tasë të lënduarit Erson Rustemi dhe Përparim Beqiri janë dërguar në Spitalin Regional në Mitrovic dhe pas trajtimit mjekësor janë liruar në shtëpi. Por kjo është e pavërtetë. Dy të lënduarit janë duke qëndruar ende në spital duke marrë trajtimin shëndetësor. Vox Kosova ishte në spitalin e Mitrovicës ku pa pacientët, por nuk u lejua që të marrë pamje. Se janë në spital dhe që do qëndrojnë ende derisa t'ju përmirësohet gjendja, e konfirmoi edhe doktori Avnis Alihu. Derisa të kryet regjenerimi i epitelit korneës, pacientat do të qëndrojnë këtë për shkak trajtimet të posaçëm që kërkohet. Mbyllja e syve dhe këtu. Besojmë rana disa ditëve pacient do të lirohet. Vox Kosova ishte edhe në minierën e Trepçës, por kryeshefi i kësaj ndërmarrjeje Faton Ahmeti nuk pranoi që të deklarohej. Ai as nuk ju përgjigj thirrjeve e mesazheve të redaksisë. E as nuk shpjegoi pse ka ngënyer për gjendjen dhe vendodhjen e punëtorëve të lënduar.